Ajo ngjarje nuk e harroj kur sa t'jem dhe të roj. Me fjalë, më ka ngel në mendje, më ka ngel kudo me fjalë. Nuk e di me fjalë, pse nuk zbardhet kjo çështje. Pse hesht drejtësia shqiptare? Kush fshihet pas drejtësisë? Kur Fredi Beleri ishi kapur me armët tona, kur Fredi Beleri erdhi për zdyti në Longo, u kap me armë. Pse drejtësia hesht? Pse nuk e rihap çështjen? Ti marr edhe një herë nga e para me fjalë. Kush fshihet? Kush e dha urdhën që ne të ishim pa armë? Kush e dha urdhën që ne të ishim pa fishek? Pse na thirrën atëherë pse na thirrën ushtar me fjalë, në atë kohë me fjalë, kur nuk kishte nevojë për ushtar ose për të bërë këto masakrat. Kur ushtari Arsen Gjini dha shpirt para meje, që unë se harroj. Pse hesht sërish drejtësia?